Këngëtarja Rita Ora ka tani një angazhim të ri në karrierën e saj. Ajo është drejtuese e një konkursi ku djem kualifikohen ose eliminohen për të bërë pjesë e një grupi muzikor. Ajo rrëfen pasionet e saj, çfarë ka mësuar me kalimin e viteve në skenë në qendër të vëmendjes dhe çdo të thot mod për të. Rita Ora thot se nuk është në natyrën e saj të jetë në një grup muzikor vajzash, sepse do të zbavitej aq shumë sa që nuk do të punonte dot. I don't know if I could do girl group. Oh man. I mean, I love having fun. I don't think Do të thoja, vajza, e jani të dalim. Ato do të habiteshin dhe unë do të pranoja që në fakt nuk duhet të dalim. Rita Ora drejton konkursin e ri të këngës Boy Band në televizionin e ABC, ku djem të rinj këngëtar konkurojnë për të bërë antar të një grupi muzikor me 5 vet. Në emision marrin pjesë producentit Timbaland, Nick Carter i grupit Backstreet Boys dhe Emma Bunton e Spice Girls. I think hosting is one of the Mendoj se si drejtuese emisioni është një nga gjërat më zbavitëse që kam bërë deri tani, sigurisht pas interpretimit koncerteve ku këndoj këngët e mia. Rita Ora thot se i pëlqen të bashkëbisedoj me pjesëmarrësit dhe audiencën dhe të njohë konkurrentët. Ajo thot se ka mësuar të jetë më e kujdesshme me komentet e saj pasi jo të gjithëve i duhen bërë komplimenta për talentin që ka. Për këngëtaren, fakti që nuk është ajo që u jep konkurrentëve lajmin e keq të eliminimit është çlirim. Megjithëse nuk është në jurinë e konkursit Boy Band, Rita Ora thot se lista e grupeve të saj të preferuara është shumë e gjerë. Oh my god, I mean everything from the Jackson 5 to kind of the Beatles to Të gjithë, që nga The Jackson 5, Beatles, deri tek grupet e viteve 60. Grupet e mia të preferuara janë të larmishme, natyrisht Backstreet Boys, por edhe Black Eyed Peas, gjithnjë i mrekullueshëm. No Doubt, një grup fantastik. NSYNC dhe sigurisht Backstreet Boys. but you know, Rita Ora ka pasion të shprehjet përmes stilit të saj. Ajo drejtoi gjithashtu dhe një sezon të spektaklit Top Modeli e Ardhshme e Amerikës. Sipas Orës, nuk ka rregulla kur bëhet fjala për modën, pasi stili është individual. like there's never a wrong or right when it comes to fashion because if it works for you then it works for you. I mean sometimes Moda është një moment, është mënyrë jetese, është frymarrja jote. Ndikon aq shumë te komuniteti, kultura, të rinjt, prandaj mendoj se shkon përtej asaj që mund të konsiderohet gjetje jo aq e pëlqyeshme. live in their moment. Këngëtarja 26 vjeçare thot se mesazhi që do t'u përcjell vajzave të reja është ai që t'jen vetvetja e të mbështesin njëra tjetrën sepse, siç thot ajo, të bashkuara vajzat kanë më shumë forcë.